Të nderuam vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtar. Thot Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar. Allahu I ka dëgjuar fjalët e asaj që diskutoi me ty për burrin e vet dhe ju ankua Allahut. Allahu e dëgjoi bisedën tuaj, sepse ai dëgjon dhe sheh gjithçka. Ata midis jush që I ndajnë gratë e veta duke u thënë se ju duken si nënat e veta, duhet ta dinë se ato nuk janë nënat e tyre. Nënat e tyre janë vetëm ato që I kanë lindur ata. Fjalët që ata thanë janë të pahishme dhe të pavërteta. Megjithatë, Allahu është falës dhe shlyes I gabimeve, I gjunafeve. Të nderuam vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, kur flasim rreth marrëdhënieve ndërmjet njëri tjetrit, ndërmjet njerëzve, e dim se një ndër emocionet më të shpeshta, një ndër emocionet më të forta që I karakterizon marrëdhëniet e njerëzit me vëllezërit e tij njerëz, është zemrimi. Zemrimi është ai emocion I cili mund të shpërthej brenda sekondave, mund të ndryshojë marrëdhëniet, mund të shkatërrojë reputacionet dhe ndonjëherë madje mund të sjellë edhe dëme fizike. Megjithatë, Kur'ani, libri Allahu xhaleshanuhu, fjala e Zotit, me urtësinë e tij hyjnore, nuk e trajton zemrimin, zemratën thjesht si të keqe, përkundrazi, ai ofron një këndvështrim shumë dimensional, mbi të cilat do të mundohemi sot I trajtojmë shkurtimisht së bashku. Të nderuam vëllezërit e mi, tek ajeti me të cilën e hapëm hutben, kemi të bëjmë me dialogun e një gruaje arabe, pra nga koha e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e cila vjen tek profeti Muhammed, paqja dhe bekimi I Zotit qofshin mbi të, edhe I ankohet për burrin e vet. I thotë profeti I Zotit: "Burri im, bashkëshorti, me pa të drejtë më ka nda." Duke më thonë çfarë? Ka qenë një zakon atëherë, përpara se me ardh profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përpara se me ardh Islami, kur burri e bënte në jetë me nda gruan, I thonte këtu e mbrapa je si nona ime. Pra në kuptimin që nuk qof më dot si gru, në kuptimin që çfarë je e divorcuar. Kjo grua ishte me nerva, ishte e zemruar dhe po I bërtiste profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, I cili nuk po I kthente përgjigjen në atë kohë, sepse nuk e kishte përgjigjen. Ju e dini se Kur'ani, fjala Allahu xhaleshanuhu, që erdhi si zgjidhje apo si ilaç për çdo lloj smundjeje që kishte raca e njeriu, që kishte njerëzimi në atë kohë, nuk është se zbriti për një ditë, edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam I kishte përgjigjet gati sa herë që shkonin e pyesin. Jo, pikërisht në këtë formë, me urtësinë e Allahu xhaleshanuhu, sa herë që ndodhte ndonjë problematike kësaj natyre, zbriste ajeti nga Allahu fuqiplot edhe e zgjidhte këtë lloj problematike. Por a është punë kaq e thjeshtë, gjë kaq e vogël ti ngresh zonin profetit Zotit, profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Ne dim mirë se në një vend tjetër, në Kur'anin famlar, Allahu xhaleshanuhu thotë: "Mos ja ngrini zonin profetit." I thot sahabive, shokëve të profetit, mos e ngrini zonin sipër zërit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra është një mungesë respekti e madhe me ngrit zonin profetit. Por këtu tek kurimi që Allahu xhaleshanuhu I ka bërë kësaj çështje, nuk e ka thonë asaj gruas që mos ja ngres zonin profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe do ta shohim pak më vonë sepse në Kur'anin famlar, të nderuam vëllezër dhe motra, zemrimi përshkruhet me disa fjalë, me disa terma. Unë dy kam zgjedhur për sot edhe për shkak të kohës, sepse e kemi të limituar. Dy më të përdorurat janë fjala ghadab edhe fjala ghayr. Do të thotë dikush po çana duhet në arabisht ja se ne jemi shqiptar. Vetëm për të dhënë një ide të përgjithshme të nderuam vëllezër se si e trajton Kurani. Edhe përderisa Kurani është në arabisht, jemi detyruar që një dy fjalë me I trajtuar së bashku edhe në arabisht. Fjala ghadab, që rastisni shumë shpesh në çdo namaz tek surja Fatiha, është ajo atje ku thuhet ghayril maghdubi alehim wal-dallin. Përveç kur I lutemi Allahu xhaleshanuhu dhe I themi mos na bëj nga ata mbi të cilët është zemrimi yt. Ne sot po flasim për zemrimin. Është pikërisht e njëjta fjalë. Është një fjalë që në përgjithësi ekskluzivisht përdoret vetëm për Allahun xhaleshanuhu. Pra, është vetëm hak I Zotit, vetëm Zoti e ka hak që të ketë ghadab, të ketë zemrim. Edhe këtë zemrim ta
deri mbi krijesat e tij, siç janë ata mbi të cilët është zemrimi i Allahu xhaleshanuhu. Vetëm në raste shumë të rralla, kjo fjala ghadab përdoret edhe për njerëzit, përdoret për profetin Musa alayhis salam, i cili kur u kthye nga dialogu me Allahun xhaleshanuhu, nga biseda që pati me Zotin ku mori edhe librin e shenjtë Teuratin, gjeti që çifutët që kishte lënë pas apo besimtarët e asaj kohe kishin filluar me adhuru çfarë? Kishin filluar me adhuru një viç. E kishin bërë vetë me florit që kishin marrë nga Egjipti, kishin filluar me adhuru një viç. Ndërkohë që Allahu xhaleshanuhu i kishte shpëtuar nga slavëria, i kishte shpëtuar jetën kur kishin qenë prag të vrasjes, eliminimit fizik nga faraoni. Ushtrinë e faraonit me gjithë faraonin krye e kishte mbyt atje në fund detit. Kaluan disa ditë, ç'a ndodhi sa mungoi ca ditë. Musa alayhis salam i morën florit dhe bën një idhull. Pra, në atë momente, zemrimi i Musait alayhis salam ishte justifikuar, prandaj Allahu xhaleshanuhu thot: "Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa." Kur u kthy Musa alayhis salam te populli i tij, ishte i mërzit, ishte i nxehtë për shkak të asaj që kishin bërë. Por ndjenja që në përgjithësi njerëzit e kanë, edhe deri te kjo pra është nuk ka asgjë të keqe, për arsye të ndryshme, për rrethana të ndryshme, njerëzit mund të jenë të zemëruar dhe ne sidomos e kemi provu me njëri tjetrin që shpesh herë kemi pas zemrata të ndryshme. Është fjala ghaidh. Allahu xhaleshanuhu e përshkruan apo e përdor fjalën ghaidh në një ajet tjetër ku thot: "Kul mutu bi ghaidhikum, inna Allaha alimun bi dhati sudur." Për mosbesimtarët, për ata që e mohojnë Allahun xhaleshanuhu dhe për shkak të mosbesimit tyre i torturonin, i mundonin muslimanët, Allahu xhaleshanuhu i drejtohet dhe i thot: "Vdisni me mlefin tuaj, sepse Allahu e din se çfarë keni në gjokset tuaja, në zemrat tuaja." Por fjala ghaidh, të nderuam vëllezërit e mi, të cilën mund ta përkthejmë edhe si mlef, është një koncept të cilin do ta shohim tani që nuk ka ndonjë gjë të keqe në brenda rrethanave dhe rregullave të caktuara. Dua t'ju kthej pas të nderuar vëllezërit e mi rreth 1400 vjet në kohë. Në marrëveshjen e famshme të Hudejbijes, në traktatin e famshëm të Hudejbijes. Jemi pak a shumë në vitin e 6 të Hijretit, për ata që e din pak më shumë me detaje historinë e jetës profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pati pa një ëndër nga Allahu xhaleshanuhu që bashkë me sahabit e tij do të shkonte, do ta vizitonte Qaben edhe do ta krynte me sukses këtë lloj misioni. Këtë nismë e mori bashkë me sahabit e tij në vitin e 6 të Hijretit. U nisën El-Bara ibn Azib thonë që kanë qenë 1400 sahabi, atëherë 1400 pra muslimanë që u nisën për umre në atë vit. Ka transmetime që thonë kanë qenë 1800 veta, kanë transmetime që thonë kanë qenë 2000 veta që janë nisë me bë umre. Mekasit, sepse Meka në atë kohë ishte akoma në drejtimin, në sundimin e jo besimtarve. Shteti Islam, shteti i besimtarve ishte në Medinë dhe këta u nisën për me bë umren. Mekasit kishin armiqësi të madhe me muslimanët, edhe këte e kishin shpalos në Bedër, në betejën e Bedrit, e kishin shpalos në Uhud, e kishin shpalos në Khandak. Sa herë që ishte dhënë mundësia, ishin mundu që muslimanët me i shfaros, me i vra. Gjërat kësaj natyre i shohim edhe sot e kësaj dite. Pra është një mlef kundrejt besimtarve, kundrejt atyre që vendosin të dalin kundër shejtanit edhe kurtheve të tij, është diçka që do të vazhdojë gjatë gjithë kohës. Tani këta i kishin përzon nga shtëpia. Atje në Mekë, në fillim fare. I kishin marrë pasuritë. E kishin bërë vetat, e kishin përvetësuar pasuritë. I kishin shajt profetin, i kishin shajt familjarët. Kishte nga Mekasit që megjithëse i kishin fëmijë, i kishin çuar djalin e vet. Prapë i kishin bolanet, siç i themi ne sot, ishin përzon nga shtëpia, nuk i jepnin asnjë lloj drejte pasurie, asnjë lloj drejte trashëgimie, vetëm se ishin bërë besimtar. E gjitha kjo ishte akumuluar tek sahabit, Allahu xhaleshanuhu qoftë i kënaqur me ta. Por në fundit u arrit një farë rezultati dhe u nisën për umre. Kur u nisën për umre, Mekasit bën një veprim tjetër akoma më të poshtër, pra akoma më të papranueshëm. Ata njiheshin në mbar gadishullin arabik që pavarësisht konflikteve që mund të kishin me fiset e tjera, njerëzit që vinin për haxh në Qabe, sepse Qabja ka qenë
historikisht para shtëpia e Zotit, është shtëpia e parë Allahu xhaleshanu në tokë, por në periudha të caktuara, siç është periudha e xahiliyetit, para se marrë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka qenë shtëpia e idhujve. Aty çdo fiz, çdo krahin kishte idhullën e vet, shkonin aty, bënin haxh sepse edhe ata e kishin një far haxhi, shkonin aty, bënin haxh, edhe kjo i ndihmonte krahinën e Mekës, qytetin e Mekës, shtetin e Mekës, e ndihmonte ekonomikisht. Prandaj edhe Mekka, ndër politikat e saj për të ecë ekonomikisht, për të qenë qendër e vëmendjes, qendër e aktivitetit, ishte që ata që vinin për haxh, sido me qenë puna, nuk i ngacmonin asnjëherë, që vinin për pelegrinazh, më falni se haxhi përdoret vetëm për ne. Përveç në këtë rastin për cilin po flasim. Kur u nisën muslimanët të nderuar vëllezërit e mi, gjatë rrugës morën haber se Mekasi do ta shkelnin kushtetutën e tyre, do t'i dilnin para me ushtrie dhe do t'i sulmonin fizikisht për t'i vrarë. Pra shikoni se çfarë pabesie e papame. Çun Khalid ibn Walid nuk ka qenë bo musliman akoma, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, me një batalion për t'i sulmu, edhe kjo i detyroi muslimanët që të ndronin rrugë për të shkuar në Mekë. Rruga që ndoqën ishte rrugë nga e cila tregohet se nuk kalonin as kafshët, as devet. Ishte rrugë aq e vështirë. Ju grisën kpucët, ju vranë komët, ju bën komët gjatë deri në gjujë, sepse mundoheshin si me çdo kusht me shkuar në Mekë, me bë umrën, me realizu ëndrrën që kishte parë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur arritën te një vend i cili quhej Hudejbije, edhe prandaj quhet edhe traktati i Hudejbijes, i doli përpara ushtria Mekës dhe aty nuk i la me përparu më. Aty bëhet tratativa e famshme ndërmjet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij më të afërt, edhe Suhejl ibn Amr që kishte ardhur nga Meka si përfaqësues i mosbesimtarëve, ku arrihet një marrëveshje se muslimanët atë vit nuk do të shkonin numre, do të vinin vitin tjetër, atë vit do të ktheheshin mbrapsht, kurbanit që kishin marrë me vete do t'i thernin, do t'i bënin dhe do t'i dorëzonin te Meka, se te banorët që ishin aty afër, do të vinin vitin tjetër nuk do të vinin me armë me vete, pra se mos ndodh ndaj konflikt, pra disa pika mjaft në pamje të parë shumë jo favorizuese karshi muslimanëve. Këtu ndodh kjo që po themi, pra ghaidh apo një zemrim, një mllëf që po themi këtu, i cili është një nga momentet më të rëndësishme, momentet më të mëdha të historisë son të ndritur islame. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam del nga çadra edhe i urdhron sahabit e tij, i urdhron shokët e tij që të qetnin kokën, bënin kurbanin edhe të ktheheshin mbrapsht për Mekë duke e lënë mishin e kurbanit aty. Tani ne tham, gjithë ato lufta, gjithë ato vrasje, ishin vrarë familjarë, ishte marrë pasuri, ishte konfisku pasuria, ishte një mledh për shumë vite dhe tani prap, kurbanin e parë, ne kemi kurbanin inshallah, tani vjen kurbani pas një jave, kurbanin e parë që përbonin ata si besimtar, mishin do të jepnin jo besimtarve, do të jepnin atyre që i kishin vrarë, i kishin përndjek gjithë jetës. Ky mledh, aq i madh që ishte akumulu, aty shpaloset në një mënyrë shumë heroike, shumë të bukur. Aq vetë asa ishin. Disa thonë që ka qenë 1400, disa thonë 1800, disa 2000, të gjithë siç janë, nuk lëvizin qoftë edhe gishtin. Për çfarë çfarë? Për çfarë pakënaqësinë që kishin. Por me një diferencë, normalisht kur ndodhin pakënaqësi turmash, ka protesta, ka akte dhune, thyhen dyqane, i keni pa kur dalin njerëzit në për protesta. Por morali që kishin sahabit, besnikëria që kishin ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bëri që ai ghaidhi, ajo zemrimi, mlefi i tyre të shfaqen në këtë mënyrë. Çfarë bën? Nuk lëvizën fare nga vendi. 1400, 1800, 2000 veta që nuk lëvizin nga vendi dhe tregojnë një mosbindje por të heshtur. Pra merrem me mend, ke 2000 veta këtu që nuk po bëjnë gjë në pamje të parë, por nuk lëvizin nga vendi, kur i tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam që të bënin veprimin që bënin. Nga aty doli Omeri radiallahu anhu, Umar ibn al-Khattab, i cili njihej për shpërthimet, njihej për nervat, njihej që ishte i fortë. Edhe ju drejtu profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I tha o profeti i Zotit, a nuk jemi ne në rrugë drejt? A nuk patë pa ti një ëndër që ne do të vijmë dhe do ta vizitojmë Qaben, edhe nuk do të na pengojë njëri për këtë? Edhe profeti i tha, po nuk thash për këtë vit. Nuk kam thonë që kjo gjë do të realizohet këtë vit. Më mundu me ezbut. Atëherë Omer radiallahu anhu çfarë bëni? Ju drejtua Ebu Bekrit radiallahu anhu. Sepse ata kanë pas një karakteristikë që Omeri ishte
i rrëmbyshëm, me karakter të fortë, nxehej, zemrohej, ndërsa Ebu Bekri radiallahu e qetësonte. Në këtë moment ka ndodhur diçka shumë interesante. Ebu Bekri nuk është munduar me qetësu Omerin radiallahu anhu. Pra, mlefi, zemrimi ishte aq i madh sa që edhe Ebu Bekri e kishte diçka të akumuluar në vetvete. Derisa pas një 2-3 herësh patjetër që ju kthye dhe i tha Omerit radiallahu anhu që të tirunte kufit, që të mos i kalonte kufit dhe të kthehej në vetvete. Allahu xhaleshanu, të nderuar vëllezërit e mi, këtë ngjarje e pa mirë, sepse ne tham fillim që Allahu sheh edhe di gjithçka. Kur pati ndodh në Uhud që për shkak të mosbindjes së një numri të caktuar sahabish, numri i vogël, 50 deri në 70 vetë thuhet që kanë qenë atje te kodra e shigjetarëve, Allahu xhaleshanu zbriti qortimin e tij. Edhe i tha, dështuat te betejë e Uhudit, sepse u zut me njëri tjetrin, nuk u morët vesh me njëri tjetrin, ata që patën për të ndjek një urdhër të caktuar nuk e ndoqën, zbritën nga kodra dhe ju ndodhi ajo që ju ndodhi. Këtu Allahu xhaleshanu merr përballë, pra flet me 1800 veta, le të themi mesatarisht, edhe i thot: Muhammedur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'un bainahum. Ajeti është shumë i gjatë deri në fund ku Allahu xhaleshanu thot: wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Deri në fund ku Allahu xhaleshanu thot, pra në fillim thot, Muhamedi është i dërguar i Allahut, ata që janë me të janë të ashpër ndaj jo besimtarëve, të mëshirshëm midis tyre, dhe në fund për ata midis tyre që besojnë dhe kryejnë vepra të mira, Allahu ka premtuar falje dhe shpërblim të madh. Pra, ata nuk ju bindën profetit, të nderuar vëllezërit e mi, por Allahu ja njohu të drejtën e zemrimit dhe në këto ajete këtu i lavdron ajet pas ajeti të gjithë sahabit që ishin aty. I thot që janë si një pemë, janë si një kërcell i cili rritet vetëm në të mirë, i cili jep fruta të mira, besimtarët që bëjnë vepra të mira shpërblimin e tyre kanë për ta gjetë tek Allahu xhaleshanu sepse ja njohu të drejtën e zemrimit. Por më e rëndësishmja, Allahu xhaleshanu lavdroi mënyrën se si ata reaguan megjithëse ishin të zemruar. Si thamë ne para pak çastesh, normalisht kur një turm ka zemrat, kur një turm nxefet e don të revoltohet, ndodhin akte dhune, ndodhin vrasje, ndodhin sherrën, thash jo. Sahabit, shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por edhe sot e kësaj ditë ne që pretendojmë të jemi në rrugë sahabive, kur kemi zemrim duhet ta manifestojmë në këtë mënyrë. Të nderuar vëllezërit e mi, që asnjëherë mos të ketë dëme ndaj të tjerëve, asnjëherë mos të ketë kalim të caqeve tona. Një shembull tjetër, të nderuar vëllezërit e mi, edhe ky do të jetë shembulli i parë dhe deri në fundi i kësaj pjese të hutbes, është shembulli i Aishës radiallahu anha. Aisha radiallahu anha, ju e dini ngjarjen e shpifjes ndaj saj, tregon vetë se kur u kthyen në Medinë nga ajo ekspedita ku shpifën edhe thanë se Aisha radiallahu anha, nëna jonë, nëna e besimtarëve kishte bëj gjunaf. Rrugët e Medinës, tregon vetë Aisha radiallahu anha, rrugët e Medinës ishin mbush vetëm atë bisedë. Gjithë sahabi, gra, burra, fëmijë të rritur, flisnin vetëm për këtë ngjarje. Tha, më dhimbte aq shumë sa shkova te shtëpia e prindërve të mi, edhe vetëm çaja natë ditë sa prindërit e mi kujtuan se do të më plaste veshka nga aq shumë çarje, aq shumë mërzi që kisha. Në një moment caktuar, vjen profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, aty ku po rriat, edhe dhoma ime dhe më thotë: O Aisha, nëse ti je pa fajshme, atëherë Allahu xhaleshanu ka për të zbrit ajete, ka për të zbrit shpalljen e tij dhe ka për të na treguar gjithë që ti je e pa fajshme. Nëse në një mënyrë apo një tjetër ke bëna gjunaf të madh apo të vogël, atëherë ma prano mu këtu, kërkoj falje. Allahu xhaleshanu, istaghfirillah, kërkoj falje. Zoti edhe ai ka për t'i falë gjunafet, sepse Allahu xhaleshanu i fal gjunafet kur robi pendohet me sinqeritet, kthehet tek Zoti dhe zotohet që nuk ka për ta bërë më atë gjunaf. Në ato momente, thot Aisha radiallahu anha, që më mbaroi mërzia, më iku keqardhja për veten, por ndjeja vetëm zemrim, ndjeja vetëm hidhërim se si bashorti im, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mund dyshoj tek unë. Edhe ju ktheva prindërve të mi, nonës vet, pra Ebu Bekrit radiallahu anhu dhe nonës vet, edhe i thash atyre që përgjigjuni profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ktheni përgjigje për këtë që po më thot. Nona vet,
Edhe baba vet, Abu Bekri i thon, nuk dim ne, se ç'më i thon profetit. Kthej ti përgjigje sepse ti e din se çka ka bova ki. Ne nuk dim se ç'a ti themi profetit. Në ato momente, Aisha radhiyallahu anha zemërohet aq shumë sa e krahason zemrimin e vet me zemrimin e babës së Jusufit alayhis salam, kur vëllezërit e vet i thanë që Jusufi e ka hongër ujku, ka vdek, ka ndru jetë edhe i sollën edhe këmishën me gjak falso. Edhe i thot, fesabrun gjemil, wallahu l-musta'anu ala ma tasifun. Aisha radhiyallahu anha i ka thonë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe prindërve të vet që ne këtu hapim klapat edhe themi. Në fenë tonë, në fenë islame, njerëzit që ti duhet dush më shumë, që duhet respektosh më shumë, kush janë? Është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, kush nuk më ndon mua më shumë se sa vetja, më shumë se sa pasuria, më shumë se sa gjithë njerëzit e vet, nuk e ka arrit kuptimin e plot besimin, nuk e ka arrit besimin e plot, edhe janë prindrit e tu. Përçitet Allahu xhaleshanu thotë që mos i thuj as uf, mos i thuj prindërve tuaj, o ç'na mërzitet. Më shumë se kaq bën Aisha radhiyallahu anha. I thot ikni, mlinë rahat, tregon që i ktheva shpinën edhe nuk i fola më fare. Çukur i thash fasabrun jamil, wallahu almusta'an ala ma tasifun. Pra, mënyra më e mirë se si unë mund ta përballoj këtë që po më ndodh, është bëj durim, mos flas më me ju, edhe Zoti e din, pra Zoti i kërkoj ndihmë për këtë që ju po flisni. Pra i thot profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur Allahu xhaleshanuhu zbret ajetet e surës Nur që flet rreth kësaj ngjarje, flet rreth kësaj bisede, asnjë ajet nuk është për të qortuar Aishën radhiyallahu anha se si ishte sjell me profetin, se si ishte sjell me prindërit e saj, por të gjitha të 10 ajetet tek surja Nur janë për të shpallë pafajësinë Aishës radhiyallahu anha, edhe për të shpallë gjunafin e madh. Këtë e nënvizojmë gjunafin e madh të atyre njerëzve që përhapin fitne, që përhapin shpifje, që përhapin gjëra të pavërteta me qëllim që të fusin përçarje ndërmjet besimtarëve.